Shide, 2. Qene 3. Qa bëhë këtu këtë palestra ime? A më fillë palestra të ishish barku? Po pëse më, kështu bëj palestra, Po pëse si bëj femra. palestra? Po me ta që të shomin qik femra që të motivohesh, ë? Hajde me Ja, qef ty, qaj vetë. Sardi, shko si vrapohet. Shko e pa. Shko si mbaj trupi, drejt. Duart janë këtu para. Primarja. Every time a desire starts to bring, just like a candy bay. You can finally see your dreams so clear, but you still feel the same. That's the one you want to be. Tu bëj me tekst. Tu, hop, hop. Hapi këllët, ullu. Mija? Shtrimi është ky, shko tani. Je komplet i shtrënguar. Jemi ngrita thema të inërsi për të treguar. Ç'është ajo që është? Kemi një qëllim caktuar, muskët e barkut. Vaj pozicion korrekt, mos u çoj shumë. Po pse je kështu në Sardi? Po ndodhën. Që do më bosh të më të për ditë? Po qa bën në Sardi ashtu? Hajde, po bërë aq, hajde. Dhe na, gjithë të shumë 2 metra, zeshka, në latin, që kërcen shumë bukur, po në palestër nuk ka dhe asgjë. Të majtën. 3, 4. Të majtën. Po këtë, mëj këtë. Je shumë keq, do të shkosh se s'bën të bësh leksione. Se s'bën, je shumë brapa me kërcimin dhe nga frikës të javë. Eni dhe Jora?
Ju normalizoni frymarrjen, ndërsa unë po pyes Jurin se si ju erdhi kjo tango e mpret si thika me Irenën dhe Sardin të përpikt në hapa. Do na komentoj pastaj edhe trajneri tyre, Albi. Robert, si jemi sot? Mirë e shohim botën me syzet e tua? Shumë bukur. Me ngjyra të bukura. Ç'kemi për të thënë në lidhje me performancën e parë të mbrëmjes? Po, gjithmonë e para është më e vështira në fakt për të futur në temë, për të ngrofur pak. Megjithatë ndjehet një lloj angazhimi që kanë, domethënë si çift Irena me Sardin, edhe duket te impulset që ka Irena për të plotësuar një mision, qoftë sado fisnik që tjetë kjo e vallëzimit, po që ajo që shoh tek Irena është më tepër dëshira që tërheq. Në fakt është normale që dëshira është më e fuqishme se sa misionet. Mirëpo, më duket më tepër si një romancë romantike, militare. Dhe më tepër nevoja për ta kryer këtë mision edhe për ta bërë sa më sakt, janë shumë mirë, po me pak gjë, do të shkonin aty ku deshën të shkonin. Kërkoj akoma më tepër, në fakt, nga ky çift. Kam shumë pretendime. Valbona? Po rridhe po mendohem se ç'duhet të them. E di pse, sepse kur filloi kërcimi me Irenën, aq bukur, me aq profesionalizëm, dhe rria dhe mendoja që Irena ndoshta ka haruar, po diku do të ketë qenë balerin ndoshta në një jetë tjetër, sepse ishte në perfekcion. Po më pas, umba, kur doli Sardi dhe do qëndroj pse. Po mendoja Sardi që po thoshe që unë nuk di të kërcej, dhe Vera kishte këmbgulur, më kujtua historia që thoje 2 hapa para, 2 hapa mbrapa, po ti sot nuk bëre vetëm 2 hapa. Unë jam e bindur se Vera nuk gabon kur thot që ti di të bësh, por ti kalove këto parashikime me këtë kërcim faktë për mua. Në raport me atë që sheh në sallën e vallëzimit, aty ku bëjnë provat intensive gjatë javës, humbi apo fitoi kjo performancë në skenë, Albi? Do më lejosh të vi aty për një fakt shumë të rëndësishëm. Na ka marrë malli të shohim në skenë Albinako. Unë nuk para të shohim këmë për bërë deklarata bosha, por sot do të shoh një grua në sy. Ti e ke emrin lumturi. Edhe pse në jetën tënde s'ka qenë shumë i lumtur, 23 vite më parë, ti ke lindur një angjëll, edhe unë për ulje them edhe 100 vjeça Klaudia. Që nga mami Klaudis, aty po ti do ta kishe përgatitur që kamera të shkonin drejt mamit Klaudis. Në habiti fare Albinako, lumturi edhe 100 të bëhet vajza që ka qenë lumturi për shumë shqiptar edhe vetëm lot gëzimi kesh në sy. Ej, Klaudia, me shumë dashuri të përshëndesim nga Dance with Me Albania. Atje ku ti vetëm suksese, po do të kemi të ftuar në natën finale, duhet jetë shumë krenare nëna jote që të ka rritur me aq shumë sakrifica e dashuri dhe ja ky është problemi më i madh. Prindrit mbas shumë mundimesh e lodhjesh e investimesh e marrin një ditë shpërblimin e tyre kur fëmijët mbrihen dhe realizohen. Bukuri. Ja, një burr i dashuruar që bën një deklaratë publike. U normalizove Albi se në habite fare? Sigurisht. Elegancë e jashtëzakonshme. Bravo. Unë më të ndu vetë me i kjarë. Elegancë e jashtëzakonshme. Tani një pyetje vanitoze. Irena, vajzat janë të gjitha shumë kurështare të kundrojnë me admirim për formën tënde të përkryer fizike, ke çuar në rrugën e të jetuarit shëndetshëm dhe me sportin edhe kolegun tënd Sardi. Ti sa orë ushtrohesh në ditë që je gjitha fiber nga fillimi deri në fund? Alketa, unë në fakt e konsideroj trupin si një tempull të shpirtit dhe e konsideroj si dhuratën më supreme që ne kemi. Kështu që mendoj se një binom i një të ushqyerje të shëndetshme dhe një aktiviteti fizik të vazhdueshëm është sekreti i trupit tim.
Ka shumë personalitete dhe personazhe të njohur të medias, spektaklit, artit, blogere, mode që promovojnë së fundmi iniciativa lidhur me tjetuarin shëndetshëm. Uroj me të vërtet që kompani që ka në fokus edukimin dhe kulturimin e shqiptarëve për një jetë të shëndetshme, të konsiderojnë si i marrë sepse do të ishte zgjedhja perfekte. Ti bë vërtet përpjekje shumë të mira për të dhënë shembullin tënd më të mirë. Të hash shëndetshëm, ushqimin që zgjedh, të ushtrohesh shëndetshëm dhe të vallëzosh shumë. Edhe të dashurohesh patjetër. Irena dhe Sardi, pikët tuaja nga juria janë këto. Filloj me Albin. Kush është nota dhe vlerësimi? Se deshi përcolla pa marr pikët. 9. 9 pikë. Aq në formë sa ishe ti Albi, do kemi nota të mira sonte. Të pa shumë të gëzuar sot. Valbona, Nga nuk di të kërcej në këtë performancë, 10 për Sardin. ti ke lindur gjithmonë mirë Valbona, ti nuk e ke me hënë. Irena, e kisha me Sardin se nga nuk di në një këtë performancë të tillë e meriton të 10-ën sot. Sardi sot ishte fantastik në fakt. Kështu që nuk ka Ka befasuar dhe mua. Unë insistoj në pritshmëritë e mia sepse është një nga çiftet e mia favorite. Edhe kjo në fakt duhet t'i motivoj. 7. Mund të riktheheni në fronin e mbretit?